Shoh disa portale çdo ditë, shiko se javën tjetër do vi 400 euro metre. Ç'o ndodhin fuskat? Fuskat janë diçka që është pa qenë, kur nëpërmjet një propagande të caktuar ti vetëm rrit çmimet, ndoshta prej inputeve të parave të dyshimta, edhe vetëm ngrihen. Ne mund të kena ca inpute parave dyshimta, po a është baza për gjithë këtë zhvillim? Njerëzit janë duke der, një grumbull i madh investitorësh nuk është se ka shumë fantazi në investim. Duhen me sigurta, tulla laç. Investojnë nga gjithë nivelet. Nuk mund të thush që këtu investohet lek X apo lek Y. Ke familjar, kurse investojnë. Për shembull, në një kompleks që po shikoj vetë, se aty e kam më të prekshëm, po blej njerëzit me lek të rrethave. Njerëzit me lek në diasporë. Jeton në Gjermani ai, është drejtor të DHL-ja, ka 15.000 euro mbrojtje mujore dhe fitesh ka blerë shtëpinë e tretë dhe të katërt në Shqipëri, thotë ti ke aty sepse zhvillimi në Gjermani nuk e kam rritjen aq sa që kam në Shqipëri dhe pse jo. Se herë pyesim kush po blen.